Nalë të shoqet foto. Nime, a i kryve provimet edhe sot kanë met? Po, s'kam edhe shumë, edhe 4 më duken. Po, s'jam t'ja bojt gojle, se jem pregadit shumë. Inshallah i kryn, valla se bashkë unë jam të ta bojt gojlen. Po ju be mutër, mos u mërzet. Po, dishta me t'vit diçka. Po, edhe pse mutër, po ngushtuna. Falë, moj ta mon puna. Po, kallëzo me brej historinë e burrit tanë, edhe masës është nësari këto. Po moj, pse ju? S'është marrë me t'kallëzu, për kondra zi, unë e krenuna. Na masi që o martum, mas një 2 vjetë që shtu diçka, na lindi djali. Edhe me t'kallëzu drejten jena konë këgjatëri kur jena martu. Tani në 2001-ën, a i shkoj në luft, edhe u pat mërzit tepër për djali. Edhe punoj kë mirë në atë ko. Edhe kur shkoj, ka pas këgja pare me veti, po edhe do pare mi la emanet. Tha që i për djali ka lana dhe më tha i kam do plane, kur këthejna për qatu pare për djali. Edhe që donë me asiguru jetën edhe. Edhe tani shkoj. 1-2 herë kum pas informata, për ta tani ma qaq sa din ti qaq unë. E djalit, kush i kallëzoj? Sa e di ke krejt qëto sene? Unë i kom kallëzu moj, se mja mojt më shef, a i do të me dit babe ka, edhe ajo është shtu shumë i meqëm. Ma mirë me kuptu për meje sa për i dikuj tjetër. O, zemra tetës. Ensar, Non, që ki diçka po mdo kësh i lodhën, i mërzitën, që ka ki kallëzën onës? s'di brenon, shumë ëndrat mira të bo. Edhe diqysh pe kam gale që sa ëndrat janë një rikujtim, po tut na po na ndodh nëjse. Mos u tëtë se kur gjë nuk në ndodhë, po edhe nëse në ndodhë veç hajri shala. Po non, për që ato nuk po larguna prej shpije. Veç me ty pënej. Kushete që hen shpitu i pa trokit, ku e ke marrat kultur? A ke i me vjedh, a ke i me bosene, halo ma të shumtume. Do të më të ardhë morre prej mikrës që e paske që ta ka folë zote, edhe prej gjatësis tonë. Unë jam... Ti kërkushi si, përderi sa je i pa njofshë nuk i drejt me i mrena pa trokit. Ensar, qka ki gjolje? Ensar. Qka ki non? Kushu kë? Atë ka ardhë dhe najhera? Ensar, kjo është baba jëtë, Enise. Bob? Bob? Asë që më koni vram, asë që më koni plagum, po jam konë në burgjet më të vështira të Serbisë, ku s'kom pas drejt kontakti për as edhe një sent, sikur që ju dhe s'kini pas, ose s'kini dit. Non, m'dullën ondrat, a mu m'dullën për gëzim.
Djali jam, e përshes Zotit ta pruni babën moshën tane ma të mirë. Non, shkova unë në xhami. Mashallah. Hajtë se dhonë do të vi. Ane, a jeti mirë me shnet? Mirë. Momentet kur s'jam konë mirë atë jam kalu para shumë vjetëve. Po shti mirë më shqeqer. Ju qësh jeni konë? Qysh kena me kanë, qysh to me mërzia. Kur se këm ditë për ty a je gjalla dek. Qka me bo? E kemi kalu do sprova të rona bashkë. Sionën vetëmi, pa dhe ti këto. Da shta dhe e ke pas edhe maran sot. Po lemo, beso s'po du mi këti. Po gjallin befasoj, po du me shkodhonë në gjami. Po, nështë ta zban me njerë, po du me dvejt qatë amanet që të kum pas lanë. Nështë ta të kujtohet para se me shkunë. A i ki? Paret pa me nana? Shkon në gjami njëherë tani, folim. Jo, në gjami jam të shkunë, veç kur të kthejnë atë dije se prap kom e cili. Ani, shkon njëherë tani. Se shumë i redin. Po, e di. Hajte, hajte. Selamu alaikum. Aleikum selam. E një mirë. Mirë, po ti? Mirën. Mashallah e paske hafazin e mire paske. Valla në kënaqi, bre. Po frike ka dal hafazë, bledhe hoxhasht. Mashallah. Po. Po, shka me pa, be? Gjallë 2-13 vjeqa i ka, fëmija është. Mobe? Po. Mashallah, halal i koftë. Po te s'ka ke i këtu ite? Edhe unë i këtu i t'jam. Ja, s'ka shans. Ti më koni këtu ite, mës me njoft këtë gjallin. Po e di mëse kejtë njerëzit e njofin këta. Një nahi e njofin. Ani me ngue, kër ka zonë vajz. Av. Po, këtu edhe s'ki faj se zdarë shumë në për gjamia. Po, i kujna është këtë gjallë? Valla, jemi në kajnë sarë. Jeton veç me nanën e vetë. Bila e ngrata, u mundu me rritë. Si të balit, se baba i ka dek një luft. Gjuna bre, jetim. Selamu alaikum. Allah, shka e gjetë bre? Po gru. Djali jonë me mri që atë? Po, pas në harru me të kalzu që djali u bo hafiz edhe hoqë. Edhe për momentin është hoxha dhe hafizi ma i mirë në vend. A dhe mbre qëfar zonit trupin ma ka tërshet? Me marrë vesh për tjetër kujtu në gjami se djali jem është. Po e di, po s'mujta me të kalzu që ashtu se kur më pyte për pare. Se e di që i patelon për planet që i ke bo për djallë. Po unë i kom hargju për qëta, për ta. O, Zot. O, s'kesh bre gëzim matë madh? Po nuk jam gëzum do këtë parzit kër i kom pa, se sa gëzova shti. Po krejt botën me ma dhonë mu. Krejt pasurin e botës me ma pru mu që të. Po s'ka vlerë me ma shumë se kjo qka e pashën e? O, lumja ti. Lumja ti e lumjon qka pësho. Mashallah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ejmain. Falenderimi dhe lavdërimi qoftë për Allahun krijuesin e gjithësisë. Përshëndetjet dhe salavatet tona qofshin për të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Nga episodi të cilin e keni përcjellur, mund të flasim rreth ngjarjes që ka ndodhur dhe në aspektin fetar të nxjerrim disa mësime për cilave mund të përfitojmë edhe ne në ditët e përditshme. Sigur që e kemi vërejtur se Islami, si fe që është e zbritnë dhe e shpallën nga ana e Allahu xhalleshanuhu, prej objektivave që i ka synon që njeriu të edukohet dhe të formohet në atë mënyrë që të jetë në gjendje me u ballafaque me sfidat e ndryshme në jetën e përditshme. Dihet se Islami si fe në realitet është një program për jetën tonë që i përfshin gjitha sferat e jetës. Nuk është fe që mirët vetëm me çështjet e adhurimeve apo ritualeve, por edhe me rregulla dhe dispozita që na nevojiten në jetën tonë. Duke u bazuar pra në ngjarjen që e kemi shikuar, vrejmë se si besimtari muslimani duke u bazue në parimet e fejes e ndijen obligim si ndaj krijuesit, si ndaj vendit, popullit në përgjithësi, se kur është nevoja për interesin e përgjithshëm, për ruajtjen e vendit të vatanit, duhet sakrifikohet edhe gjëja më e vlefshme që e posedon njeriu e që është jeta e tij, ku e vrem do thot në këtë rast, se si do të thot kryefamiljari, kur ka qenë nevoja për me ju përgjigjur thirrjes së vatanit të vendit, nuk ka kursyer asgjë, po ju ka përgjigjur duke e ndier si obligim, pra që t'i del në ndihëm vendit të tij, por normal është munduar që edhe familjen mos ta lej, do thot anash në tërësi, e ka porositur gruan që të kujdeset si për shtëpinë, për familjen, sidomos për djalin që Allahu xhalleshanu i ka gëzuar, dhe sikur që e kemi vrej, do thot atë sasi të pasurisë mallit që e ka fituar, ja ka lërë emanet gruas, e cila po ashtu si besimtare është munduar që atë porosi të burrit me e quë mënyrën apo me e krye mënyrën dhe në formën më të mirë të duhur. Në Islam vrejmë se sa i përket jetës bashkëshortore, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka udhëzuar neve që kur vije momenti që duhet ta zgjedhim në fatin e jetës tonë, mos të shikojmë vetëm aspektin e nefsit apo të epshit dhe të koncentrohemi vetëm në hijeshin apo bukurinë e saj, por sikur që përmendet në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet rëndësia apo prioriteti të jetë për aspektin e fejes dhe të moralit, sikur që përmendet pra në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se femra martohet për pasurinë që e ka, për autoritetin, për bukurinë e saj dhe për fejen. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar që ne t'i japim prioritet për parësi aspektit fetar, pra moral, dhe nëse arrim që në këtë ne t'jemi të suksesshëm, atëherë kemi përfituar si në dynja, po ashtu edhe në ahiret. E kjo grua pra ka qenë fetare, ka qenë e kujdesshme, që djalin e saj me edukue në frymën fetare. Pra, është munduar ta orientoj në xhami dhe aty
fëmia i saj të formsohet apo të edukohet në frymën fetare, ashtu sikur që ka porositur krijuesi Allahu xhalleshanuhu, duke filluar me mësimin e Kuranit, që është pra libri i zbritur dhe i shpallur nga ana e Allahu xhalleshanuhu dhe është një rregullore program për jetën tonë, sikur që thot Allahu xhalleshanuhu në Kur'anin famlar, inne hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, që do të thot me të vërtet Kurani na udhëzon ka ajo që është më e mira, si për dynja, po ashtu edhe për ahiret. E po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot lidhje me mësimin e Kuranit, khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, më i miri nga ju është ai i cili e mëson Kuranin dhe u mëson të tjerëve. E sidomos fëmijëve duhet pra që nga fillimi të mundohemi të edukojmë, të udhëzojmë, të mësojmë me mësimin e fjalëve të Allahu xhalleshanuhu, që do të jetë një mbështetje, një ndihmë për ta, si për dynja, po ashtu edhe për ahiret. Ajo pra investimin më të mirë e ka bërë në edukimin e fëmijës të saj dhe atë emanet që ja ka lënë pra burri i saj kur është ndarë prej saj, ajo e ka orientuar apo ka investuar në edukimin e fëmijës të saj dhe atë mënyrën dhe në formën më të mirë duke ja mësuar Kuranin. Dhe në këtë mënyrë pra ajo edhe e ka ruajtur nderin moralin e saj, e ka quajtur në vend emanetin e burrit të saj, por njëjtën kohë edhe e ka mbrojtur, e ka ruajtur evladin e saj, duke ja mundësue edukimin më të mirë të mundshëm, që është pra lidhja e fëmijës tonë me Kuranin, me fjalën e Allahu xhalleshanuhu. Kur jemi të lidhur, atëherë jemi në mbrojtje të krijuesit tonë, të Allahu xhalleshanuhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhje me mësimin e Kuranit, sidomos nga fëmijët, thot ai i cili e lexon Kuranin, e mëson Kuranin dhe vepron sipas parimeve të Kuranit, Allahu xhalleshanuhu do t'ja mundsoj prindërve të tij, pra të fëmijët, që në ditën e gjykimit me ju vendosën kokën e tyre një kuror, që është si shpërblim nga ana e Allahu xhalleshanuhu dhe do t'ju vishet një petk e veçantë prindërve, që ata kur do të pyeten nga kjo, do t'u thuhet është nga mësimi i Kuranit që e ka bërë fëmiu i juaj. Pra ky shpërblim është për prindin, e mos flasim se çfarë shpërblimi do të ketë fëmiu i cili pra e ka mësuar dhe e ka kaluar kohën e tij në mësimin e Kuranit. Kështu që duhet të kemi parasysh se në këtë jetë jemi përgjegjës para madhnisë, para krijuesit ton. Duhet mundohemi ta ndjekim rrugën e tij, të veprojmë në çdo aspekt ashtu siç na ka porositur Allahu xhalleshanuhu, sepse porositë e tij janë në interesin ton, si për këtë jetë, po ashtu edhe për jetën e ardhshme. Pra, bashkëshorti ka sakrifikuar, por fati i tij dhe sprova e tyre ka qenë që për një kohë ata me qenë të ndarë, po kur janë bashkuar, të gjithë pra e kanë përjetuar gëzimin më të madh, sepse kanë vepruar ashtu siç ka porositur Allahu xhalleshanuhu. Ai ka qenë i gatshëm pra me sakrifiku jetën e tij për hir të Allahut dhe për mbrojtje të vendit dhe të vatanit. Gruaja e ka ruajtur nderin e saj, moralin e saj, e ka quar në vend pra edhe porosin që e ka porositur burri i saj me emanetin pasurin, nuk e ka shpenzuar në gjërat e kota, por ka investuar aty ku është investimi më i mirë dhe më i dur, që edhe na duhet pra këtë mënyrë të veprojmë në mësim, në edukim, dhe rezultati ka qenë pozitiv, që fëmia i tyre është bërë i dalluar mesin ku ata kanë jetuar. Këtë mënyrë gëzimi dhe harmonia ka mbretërua në atë familje. Pra, fundi dhe emramja ka qenë e mirë, hajër dhe gëzim për të gjithë. E lusim Allahun xhalleshanuhu që edhe në familjet tona çdo herë Allahu më na mundsua gëzime dhe harmoni me familjet dhe fëmijët tanë. Ju faleminderit për këtë ndëgjim e inshallah kemi përfituar të gjithë.